Elbasani mirëpret çdo vit vizitor vendase të huaj, por ndërsa turistët shijojnë historinë dhe trashëgiminë e tij, nuk kalojnë pa vënë re dhe problematikat që lidhen me mjedisin. We've noticed there is a lot of trash. A lot and of trash lying people around. throw it. Yeah, so we've seen people even just like sort of carelessly throw things onto the street. So it's sort of, this is a bit of a shame. I mean, it's also with water quality. I was wondering as we were driving with the bus, like there was this big river that was quite like brown. Yeah. So we were wondering if this is actually a waste issue, or if it's maybe like, or if it's just naturally like this, or if it's a sort of human impact on the environment. Ndërkohë Bashkia Elbasan ka nisur sot një aksion për pastrimin dhe larjen e disa rrugëve kryesore, përfshirë edhe bulevardin Qemal Stafa, por jashtë këtij aksioni mbeten disa zona si rrugicat brenda kalas së qytetit, një nga pikat më të frekuentuara nga vizitorët. Sipas qytetarëve, pastrimi nuk bëhet aq shpesh sa ç'nevojitet, ndërsa kërkojnë vëmendje të shtuar. Po qytetit lahet. Brenda qytetit. Sa shpesh. Një javë të bojnë në mirë dhe po se bojnë. Se bojnë asë një javë. Të lajnë, duhen të lajnë. Duhet. Po pikë turistike. Po, Apo jo? Po pensamiento. nuk lanë dhe nuk e ve njeri ujtë në zjarë. Kalaja duhet rregull më shumë duhet këtë. Më shumë. Po të maroj këto ujësjelsin, se është, ti shikoni vetë, filmoni aty ke shtëpia ime, gropa që po hapin ujësjelsin, edhe jemi dhe neve të pa, shiko nana është plak, Në dorë nuk hudh kur plehra, nuk kemi kulturë. Pastërtia çka qenë, po pastërtia është një koncept që duhet të jetë i përditshëm, nuk është që u bëj një herë pastër dhe mbaroj. Pastërtia është koncept më tepër edhe tek mendja e njerëzve. Pasërtinë mbajnë qytetarët, pa qytetarët po s'qenë korrekt. Qytetarët theksojnë se larja dhe pastrimi i rrugëve nuk e zgjidh problematikën e ndotjes në Elbasan, për sa kohë kemi ende gropa të hapura nga punimet për sistemimin e rrjetit të kanalizimeve.